Shpejtësia e automjeteve dhe mos përshtatja e tyre me kushtet e rrugës është një nga arsyet kryesore të numrit më të madh të aksidenteve në trafik. Nga sektori i punëve të brendshme Tetov njoftojnë se pikërisht shpejtësia e automjeteve ishte në fokus të aksioneve të dieshme policore që u realizuan në Gostivar dhe Tetov. Nga ky nivel sqarojnë se në aksionin e realizuar në Gostivar, përfaqësues të sektorit për sigurinë në komunikacion kanë kontrolluar 41 vetura. Prej tyre është konstatuar se 25 kanë lëvizur me shpejtësi më të lartë se ajo e lejuara, që nënkupton se më shumë se gjysma e drejtuesve të automjeteve rrezikojnë sigurinë në komunikacion duke bërë mbikalim të shpejtësisë. Për këtë arsye, shkelësit do të përballen me gjoba konform ligjit për sigurinë në komunikacionin rrugor. Me këtë rast janë hasur edhe 6 shkelje të tjera, të cilat në mënyrë tradicionale vazhdojnë ta shoqërojnë komunikacionin, si që janë vozitja pa patent shoferi, në gjendje të dehur me vetura teknikisht të parregullta, pa e vendosur ripin e sigurisë e tjerë. Ndërka, gjatë aksionit realizuar në Tetov janë kontrolluar 35 automjete, 16 prej të cilave kanë bërë mbikalim të shpejtësisë. Nëse merret parasysh lokacioni, 10 automjete kanë tekaluar shpejtësinë e lejuar jashtë vendeve të banuara, ndërsa 6 në vende të banuara. Numri më i madh i tekalesave të shpejtësisë jashtë vendeve të banuara është prej 30 deri më 50 km/h, ndërsa në përvend banime deri më 30 km. Nga sektori i punëve të brendshme njoftojnë se gjoba për mbikalim të shpejtësisë është prej 25 deri më 300 euro, varësisht nga ajo se ku është përdorur e njëjta në vendet e banuara apo jashtë atyre. Nga policia apelojnë që drejtuesit automjeteve të bëjnë kujdes me shpejtësinë e lëvizjes, jo vetëm për shkak të gjobave të larta, por edhe për shkak se në këtë formë rrezikohet siguria në komunikacion. Kjo sidomos në këto ditë kur rrugët janë të rrëshqitshme për shkak të rreshjeve permanente të shiut. Nga policia njoftojnë se do të rrisin aksionet e kontrollit në terren me qëllim të kapjes së atyre që nuk i respektojnë përshtatjen e shpejtësisë automjetit me kushtet e rrugës, ndërsa njëkohësisht do të shikohet edhe rregullshmëria teknike e automjeteve.